Më shkuan mornica në trup nga frika, njëkohësisht nga një shpresë e edhshme dhe nga gëzimi për shpirt butësinë tënde atë. Këto ndjenja të kundër të hapën një shteg përmes syve dhe zërit, kur arrita në çastin që shpirti yt i mirë thot duke na u drejtuar ne, bijtë të njeriut, deri kur me këtë shpirt të vrarë. Përse ju tërheq kotësia dhe zhgënjimi? Sigurisht unë e kisha dashur kotësinë dhe kisha kërkuar shpresën e kotë, ndërsa ti, Jezu Krisht, e kishe mbuluar me lavdi të dashurin tënd, duke e tërhequr nga të vdekurit dhe duke e bërë të ulet në krahun tënd të djathtë, me qëllim që nga qielli ta mbante premtimin e tij për të dërguar Parakletin, shpirtin e së vërtetës. E kishte dërguar, por nuk e dija. E kishte dërguar pra sepse e kishte përlëvduar ringjalljen e tij nga të vdekurit dhe ngjitjen e tij në qiell.